Deputetja Mariana Koçeku, e cila disa javë më parë braktisi Partisë Socialiste, ka bërë kritika të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe modelit të tij qeverisës. Në një intervistë për Euroaktiv, Koçeku, e cila u largua nga grupi parlamentar socialist në mes të protestave qytetare, i kërkoi Brukselit zyrtar që të ndërtojë kanale komunikimi me qytetarët e gjithë faktorët e tjerë dhe të mos bazohet të një njeri vetëm apo institucionet në varësi të tij. Në këtë intervistë, Koçeku denoncoi edhe Partinë Shtet që ka ndërtuar Edi Rama. Rama nuk është Shqipëria. Nuk mund t'i përkas me një grupi që jo vetëm që nuk e mbështet mjedisin, por bën politikaj që e prishin atë. Dhe po, ka mbështetur edhe iniciativat e kolegëve nga opozita sepse e konsideroi të drejtën time qytetare. Ne besojmë në vlerat europiane, por nuk e mbështesim më kryeministrin dhe qeverinë tonë. Ai po përdor mediat për të krijuar bindjen se nëse protestojmë, po e dëmtojmë të gjithë procesin dhe besimin e BE-s. Por është e qartë se politikanët tanë kanë humbur plotësisht kontaktin me realitetin. Në fund të fundit, funksionimi i brendshëm i partisë është gjithashtu një instrument se si formësohet shteti. Ndër të tjera, Koçeku, e cila tashmë është deputete e pavarur, deklaroi në intervistë se revolta e shqiptarëve e ka bazën në një krizë të legitimitetit të qeverisë, ku Edi Rama merr vendime kundër qytetarëve në favor të një grushti njerëzish për interesa personale.